Mbrëmja nuk kishte si të mbyllej më bukur se me një buzëqeshje të pastër dhe një gotë ujë në dorën e një bebushje të vogël që po rritet për ditë mes dashurisë dhe spontanitetit. Kiara Tito ka ndarë me ndjekësit një nga ato momentet që të mbeten gjatë në mendje, ku vogëlushja Luna Mari shfaqet duke pirë ujë me një përqendrim dhe vendosmëri që i ka bërë të gjithë të qeshin. Dy videot e publikuara nga Kiara Tito kanë bërë xhiron e rrjetit, ku protagonistja është padyshim bebushja simpatike e çiftit, Luna Mari, e cila këtë herë shfaqet në një moment aq të natyrshëm dhe të ëmbël, duke pirë ujë me gotë, ashtu si të ishte një vajzë e rritur. Kiara ka ndarë dy video në Instagram Stories, në të cilat Luna, me një përqendrim të jashtëzakonshëm, mban gotën me të dyja duart dhe përpiqet të pijë ujin deri në fund, ndërsa mbishkrimi i Kiarës ka shkaktuar të qeshura në rrjet. Në videon e parë ajo shkruan me humor: "Jo, po nuk e lëshojmë gotën, nuk dorëzohemi", duke e shoqëruar me një emoji që qesh me lot, ndërsa në videon e dytë ku Luna shfaqet me fytyrën të mbuluar nga gota, Kiara shkruan: "E duam shumë ujin". Ky moment i thjeshtë, por i mbushur me shumë dashuri, tregon sërish se sa sharm dhe energji sjell vogëlushja në jetën e Kiarës dhe Luizit, por edhe në sytë e mira ndjekësve që mezi presin çdo përditësim nga kjo familje e dashur. Fytyra e Lunës, e vendosur përballë gotës dhe sytë e saj të përqendruar, janë ndër imazhet më të ëmbla që rrjeti ka parë së fundmi. Përveç se po rritet me një shpejtësi të jashtëzakonshme, Luna duket se po fiton çdo ditë zemrat e publikut me lëvizjet, shprehjet dhe spontanitetin e saj që shpaloset përmes këtyre momenteve të sinqerta. Videoja është komentuar gjerësisht dhe shumë ndjekës kanë vlerësuar natyrshmërinë dhe mënyrën se si Kiara përpiqet të ndajë copëza nga jeta e përditshme, pa egzagjerime, por me një thjeshtësi që emocionon. Ka nga ata që kanë shkruar se kjo është videoja më e bukur e ditës, ndërsa të tjerë nuk kanë nguruar ta quajnë Lunën një kampione të vogël për mënyrën si nuk heq dorë nga gota edhe pse uji duket më shumë si sfidë se sa freskim. Ky moment i vogël, por i mbushur me ngjyra pozitive, ka konfirmuar edhe një herë se Luna është kthyer në një ikon të vërtetë të ëmbëlsisë në rrjetet sociale, dhe çdo shfaqje e saj është një buzëqeshje e garantuar për publikun.